Kafshët janë jashtëzakonisht të dashura dhe shumë të rëndësishme për jetën që bëhet në planetin tonë, por kemi edhe kafshë të cilat duhet të jetojnë në zonat e tyre, larg njeriut në mënyrë që të kenë një jetë të mirë si kafshët, ashtu edhe njerëzit. Kur flas për këtë pjesë, do të flasim në vazhdim për një problem, për një gjë që është shndruar në fakt në problem dhe shqetësim të madh për banorët e fshatit Belobrad që gjendet në Dragash, një fshat malor i cili përveç banorëve të vet, rrugët e tyre po shohin vazhdimsi arin. Jo një, por shpeshher edhe në tufa si këtë rast, dy që i kemi. Arinjët nuk është që po endën thjesht rrugëve të fshatit, por në fakt arinjët po hynë edhe në shtëpit dhe oboret e banorëve të këtij fshati malor. Për të folur për këtë problematik, unë sot kam kënaqësinë që me ne në Viber kemi kolegu Nuis Aliu, i cili ka përcjell nga afër këtë problematik dhe në vazhdimsi ka raportuar për këtë çështje dhe problematik që me të cilën po ballafaqohen çdo ditë banorët e kësaj pjese të Kosovës. Nuis, faleminderit shumë për kohën që po ndan sot për ne dhe mbi të gjitha uroj që kjo bisedë të ketë vëmendjen e të gjithëve dhe qytetarëve të këtij vendi, të kësaj pjese të Kosovës, t'ju bëhet një zgjidhje. Përshëndetje, po e do në prania rinjve në fshatin Belobrad të komunës së Dragashit ka shkaktuar shqetësim të madh tek banorët lokal, duke u kthyer në një situatë serioze për sigurinë e tyre. Gjithashtu, edhe drejtuesit e shkollës së mesme së Zajsurroj janë drejtuar zyrtarisht policisë së Kosovës me kërkesë për ndërmarrjen e masave urgjente pas raportime për shfaqjen e disa arinjve në afërsi të zonës së banuar. Në kërkesën e dërguar nga drejtoria e shkollës thuhet se këto kafshë të egra po përbëjnë rrezik të vazhdueshëm për nxënësit, stafin arsimor dhe gjithë banorët e fshatit, sidomos gjatë orëve të mëngjesit dhe pasdites, ku nxënësit udhtojnë drejt në shkolla. Vlen të përmendet se këta arinj që janë në numër të madh, shumica prej tyre janë të vegjël, po hynë në përshtëpi të shumë banorëve të këtij lokaliteti dhe ata janë të shqetësuar duke kërkuar vazhdimisht që organet kompetente të intervenojnë për të lokalizuar këta arinj dhe për t'i dërguar në ndonjë vend më të sigurt për ta, pas që kanë ndrohur se dikush mund t'i vrasë ato e që është edhe ndaluar me ligj. Lidhur me këtë kërkesë që kanë pasur edhe banorët edhe drejtoria e shkollës së Zajsurroj nga Belobradi, përgjigje ka dhënë për media edhe zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren Shaqir Bytyqi, i cili ka thënë se është pranuar kërkesa dhe ajo pasi është shqyrtuar, është përcjell tek Kuvendi Komunal i Dragashit. Edhe pse kjo çështje nuk është kompetencë drejt për drejt e policisë, ne do të dërgojmë patrullime të shpeshtuara në zonë. Kërkesa është përcjell Kuvendit Komunal të Dragashit dhe Ministrisë së Ambientit, ka theksuar zëdhënësi Bytyqi. Gjithashtu për këtë çështje sot ka reaguar edhe i rizgjedhuri në postin e kryetarit të komunës së Dragashit, zotëri Bexhet Xheladini, i cili ka thënë se lidhur me shqetësimet e fundit që janë adresuar nga banorët e fshatit Belobrad dhe disa fshatrave të tjerë ku disa arinj po shfaqen vazhdimisht rrugëve të fshatit dhe në përborët e shtëpive, ai ka takuar drejtuesit e shoqatave të gjahtarëve të kësaj komune, me të cilët ka diskutuar për gjendjen e krijuar dhe masat që duhen ndërmarrë për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Sipas tij, në këtë takim është theksuar nevoja që të veprohet me kujdes dhe në koordinim të plot me institucionet kompetente, me qëllim që të parandalohen incidentet e mundshme dhe të ruhet ekuilibri natyror, ka thënë kryetari Xheladini. Nga puna që ju keni bërë, nga komunikimet që keni pasur me banorët e kësaj pjese të Dragashit, sa të shpeshta janë këto raste, me që po flasim jo vetëm për një ankesë të banorëve të cilët i kanë takuar ose të paktën janë vizituar nga arinjët, por po flasim edhe për një kërkesë të drejtorit të shkollës. Fundit ne e dim që arinjët janë kafshë të egra, dim të janë jashtëzakonisht agresive dhe të rrezikshme. Sa të shpeshta janë këto raste? Janë të përditshme apo si qëndrojnë? Në këtë zonë e don gjithmonë ka pasur kafshë të egra dhe arinjët kanë qenë gjithmonë të pranishëm, ka pasur arinj shumë të mëdhenj. Në të kaluarën ka pasur për fat keq edhe vrasjet e tyre, por me ligjin për ndalimin e vrasjes së tyre nuk po vriten ata,
por në numër kaq të madh të frekuentojnë nëpër zonat e ndryshme, nëpër lokalitetet e ndryshme, nuk ka ndodhur, nuk mbaj mend që ka ndodhur një gjë e tillë. Ka pasur raste sporadike që janë futur edhe nëpër oborre të shtëpive të banorëve të kësaj zone, pra të opojës së Dragashit, por edhe në pjesën tjetër të Gorës, por kanë qenë raste shumë të rralla, për fat mirë nuk ka pësuar askush përveç dëmëve që i janë shkaktuar blegtorëve ndonjëherë, por edhe në raste të ndryshme edhe bletarëve. Kohëve të fundit numri i arinjve është dukshëm më i madh, cilët po lëvizin nëpër fshatra, dhe është interesante se ata lëvizin edhe në mes të ditës, por më aktiv janë, të shprehim kështu kushtimisht, gjatë orëve të mbrëmjes. Besoj se edhe xhirimet që po i transmetoni, ato më janë dërguar nga banorë të fshatit Bellobrat, të cilët seriozisht janë shumë të shqetësuar rreth të parë për fëmijët e tyre e pastaj edhe për veten e tyre, dhe gjithashtu lutem që askush apo edhe mos divijen në situatë që dikush të vret këta arinj, sepse jo vetëm që ndalohet me ligj, por edhe nuk është gjë e bukur që është një gjë shumë e shëmtuar që nuk do të ishte e mirëpritur nga askush. Sigurisht. Nue, a mund të themi që rritja e numrit, ose më mirë të themi, rritja e numrit është një lajm pozitiv nëse marrim nga aspekti përgjithshëm, por a mund të themi që zvoglimi i numrit të banorëve të këtyre fshatrave është një tjetër faktor që po ndikon që arinjët të marrin guximin dhe të zbresin edhe në pjesët ku jetohet, ku ka njerëz edhe më tej? Ndoshta është një prej faktorëve që po ndikon që këta arinj të lëvizin nëpër këto zona, nëpër këto vendbanime, por sipas asaj dhe çfarë flasin banorët lokal të kësaj komune, për fat e keq që edhe mbeturinat e shumta që po hidhen, sidomos nga mbetjet e kafshëve mortore këto, po ndikojnë që shumë kafshë të egra më pas të afrohen afër vendbanimeve dhe të lëvizin përreth tyre, por edhe në brendi. Por gjithsesi, rasti i fundit, pra prania këtyre arinjve në këtë fshat është pothuajse që janë shumë aktiv, është gati 2 javë po bën, dhe vazhdimisht banorët janë shumë të shqetësuar. Po besoj se tashmë institucionet do të përgjigjen kësaj kërkese serioze të banorëve të Bellobratit dhe disa fshatrave tjera, nuk është vetëm në Bellobrat. Pikërisht këtë doja të pyesja, janë vetëm në këtë fshat apo edhe në fshatra të tjerë, sepse sa herë që flasim për kafshë të cilat po zbresin në vise ku ka shtëpi, ku banohet nga njerëzit, na vijnë kryesisht prej kësaj pjesë të Kosovës. Po fshati Bellobrat, sipas konfiguracionit të terrenit, është shumë afër edhe me fshatra tjera, siç është fshati Brut, është fshati Zym, është fshati Kapre, pra janë në afërsi të madhe dhe ata aty pari lëvizin, e kupton? Edhe tani nuk kanë ku të shkojnë, ka aty, ka pyje, Bjeshka është më lart në pjesën ku kufizohet Republika e Kosovës me Republikën e Maqedonisë së Veriut, po gjithsesi ata frekuentojnë aty pari, edhe në fshatra tjerë ka pasur raste kur arinjt janë futur në përfshat, ka ndodhur një gjë e tillë në fshatin Zaplugje, në fshatin Blaç, në fshatin tim të Lindjes, në Zgatar, ka ndodhur shpesh. Ata vredhin rrugëve. A është kjo një arsye, a mund të themi një... Po, Nua, a mund të themi që një tjetër arsye pse këta arinj po zbresin në këtë pjesë të fshatrave është pse mund të jetë dëmtuar hapësira e tyre, viset malore, ka pas një prerjet masive të drujve, mund të jetë kjo një tjetër ndikim apo është thjesht në kërkim të ushqimet? Nuk besoj. Kjo është ajo që po thoni ju, më shumë mund të jetë në kërkim të ushqimit, ose mund të ndodhë, nuk kam informacione, nuk mund të konfirmoj as të spekuloj. Vetëm po supozojmë në këtë rast. Po supozoj se mund të jetë e sëmur, apo mund të jetë eliminuar në rrethana që nuk dihen, arusha e madhe e këtyre që po shohim. E qartë, sepse nëna nuk shihet me ta. Po, dhe tani ta të vegjëlit janë në panik. E qartë. Nuk ka kush t'i orientoj. Uroj që mos tjetë ashtu, që të është vrarë ndonjë nga arushat e vjetra,
po gjithsesi shihen në panik dhe janë të pakontrolluar, kështu kushtimisht të shpreh. Në fakt, nëse veç flasim me asnjë uri sa kemi arrin të kësaj moshe gjithmonë janë të shoqëruar me nënat e tyre. Është pothuajse e pamundur në kushte normale që ata të lëviznin vetëm. Është një tjetër problematik shumë shqetësuese nëse e marrim kështu. E kam trajtuar edhe një rast kur Arusha në fshatin Srec, në fshatin Pousko të Prizrenit, është në zonën e Zhupës, ku jeton komuniteti bosnjak, atje ka ndodhur që një arush t'i ketë vrarë, t'i ketë mbytur diku 40 qengja. Dhe ata i kishte mbytur vetëm nga gërritja dhe i kishte dërguar dikun. Që do të thotë se ju ka dërguar ushqim të voglushve të vetë. E qartë. Tani, Nui, unë do doja para se të vazhdonim edhe më tej të flasim për këtë çështje. Unë të falenderoj shumë që na ke dërguar edhe mendimet e qytetarëve të fshatit Bellobrat. Kemi 2 prononcime, të cilat na flasin drejt për atë se si e përjetojnë vetë fshatarët këtë çështje që ata po vizitohen në vazhdimsi. Këta 2 arinj të vegjël që po i shohim janë vetëm në disa prej shumë të tjerëve që kanë vizituar këtë fshat. Ka të ndryshëm, ka xhirime të cilat po i bëjnë vetë banorët e këtij lokaliteti, por edhe njerëz që lëvizin atë fshat, për shembull rrugës për Dragash ose për Prizren, dhe cilët në rrugë i hasin dhe bëjnë xhirime, cilët edhe i dërgojnë nëpër media të ndryshme. Por gjithsesi numri i tyre është goxha i lartë, po besoj, dhe uroj që institucionet sinqerisht të angazhohen dhe në radhë të parë, edhe njërë ta përsëris, mos të na ndodhë ndonjë tragjedi që nuk do ta dëshironte askush, por edhe të mbrohet jeta dhe shëndeti i kafshëve. Patjetër. Mirë, do të marrim këto 2 deklarata të qytetarëve të cilat Nuaj ka siguruar për ne, dhe më pas do të kthehemi që të përmbyllim edhe këtë bisedë. Vazhdo të qëndrosh me ne, Nuaj, të lutem. Regjia, na jepni të lutem mendimet e qytetarëve? Una vetë i kom pa. I kom pa, rushat i kom pa, ukin, kreta i kom pa. Apo ndiheni të rrezikuar? Që? Çfarë po kërkonin nga institucionet? Mi mbrojt qëto, me na mbrojt neve, mi mbrojt qëto, mi jek. Së me na lanë, shumë. A ju ndodh shpesh me i po? Par dit, mbramja, ditën, një matë ditës me dalë. Po, kum të vjerë policin para 4-5 dite. Që më përgjegjë kur gjo, veç më ka thonë a i komandiri mirë, ke bo e ke hekë përgjështi se une e kum pas atë frikën del dikushe i vret. E thënë, të ky jenë kanë, ky e ka shti dikon të se i ka vra vetë. Une e kum kaluat atë fazën, e kum lejmruhe. Çfarë i thatë policin? Se shteti duhet mu respektu, po edhe shteti me në respektu neve. Unë prej 2003 që kam firmën qelme, pagujt atim për qatë siguri. Në që se më bëhët dëmë mu atje, unë djali i ri është atje. A i zdi, a i do me lujt kurse, po ajo loja bëhët tragjike. Dhe është po i bashkojmë edhe ne thirrjes së zotëriut në fjalë që të ndërmerret diçka sa më shpejt në mënyrë që të mos shndrohet në diçka tragjike as për njerëz të cilët jetojnë dhe veprojnë atje, por as edhe për kafshët. Më intereson të di krejt në fund nëse ka pasur ndonjë ose nëse ke ndonjë informacion për një komunikim ose koordinim mes komunës edhe Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, sepse nëse flasim për arinjë që ishin diskutuar dhe një ari që u shpëtua në përpyet e Dragashit, ndoshta dikur 5-6 vjetë më parë, ka qenë pikërisht Agjencia për mbrojtjen e mjedisit të cilët kishin reaguar. Kujtojmë atje kemi pas edhe një intervistë me ta. Pati, deri në këtë kohë që po flasim do një reagim nga kjo agjenci sa i përket kësaj çështje, sepse në fundit janë politika dhe praktika të cilat duhet të ndërmerren nga ta në mënyrë që të ruhen këto kafshë të egra. Deri në tani nuk ka intervenim konkretisht edhe sipas përgjigjes që na ka dhënë zëdhënësi i policisë, drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, zoti Shaqet Bytyçi, kërkesa banorëve dhe drejtorisë së shkollës tashmë i është adresuar komunës së Dragashit dhe Ministrisë së Mjedisit. Pra, komuna Dragashit ka reaguar menjëherë përmes kryetarit të saj, Bexhet Xheladini, dhe po besojmë që edhe Ministria e Mjedisit të reagojë, ndoshta edhe të marrë masa më konkrete
sepse nuk po dua të ndodhë ndonjë gjë e keqe, edhe banorët janë të shqetësuar, mund të ndikoj të dikush që të përdor për fat të keq, nuk do ta dëshiroja që të përdor armën, ndoshta e mendon se i friksohen fëmijët apo diçka sepse po futen nëpër shtëpi, arin dhe mund ta vret ata. Po besoj që gjendja është shumë serioze, siç e ceka edhe në fillim, dhe me intervenim nga institucionet përkatëse, me neutralizimin e këtyre arinjve dhe dërgimi i tyre në një vend më të sigurt, do të ishte një zgjidhje edhe për banorët, por edhe për kafshët. Nuk të falenderoj shumë për gatishmërinë që gjithmonë të na jepni informacione të detajuara dhe të sakta, jo vetëm nga Dragashi, por në përgjithësi me gjithçka që ka të bëjë me pjesën e Prizrenit. Të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi e don, gjithë mirat.